Statuja e herojit legjendar të luftës së Kosovës Adem Jashari u vendos në ambientet e shkollës 9-vjeçare Trifon Prifti në Hamil, njësia administrative Dërmënas në Fier. Në ceremoninë e përurimit morën pjesë ish ushtar të UÇK-s, shqiptar nga të gjitha trojet etnike, deputet dhe përfaqësues të lartë të pushtetit vendor. Inaugurimi shtatores së herojit legjendar të mbar shqiptarisë ishte nismë e komunitetit kosovar të kësaj zone, të mbështetur po ashtu fuqishëm nga të gjithë banorët. Këtu komandanti legjendar Adem Jashari nuk është vetëm i Dardanis, por i krejt shqiptarisë, tha në fjalën e tij ish luftëtari i UÇK-s, komandant Mala. Me mundin tonë, me mundin e tjerë, me mundin e gjithë juve, ja ku e keni këtu. Pra me ko edhe shkolla duhet ta merr emrin e Adem Jasharit. Ky është kulmi historik i punës sime si skulptor, tha në fjalën e tij skulptori Gaz Gega, teksa u shpreh falënderues dhe mirënjohës që ju besua shtatorja e Adem Jasharit. Është një përshëndetje, është një kënaqësi e madhe për mua që më dhanë nderin për të punuar busën e Adem Jasharit. Është kulmi historik i punës time në skulptur. Në radhë parë përshëndes komunitetin fshatit Hamil që ma dorëzoi këtë punë. Që ta besuan. Që ma besuan këtë punë. Bravo! Falenderoj komandant Malaj, me gjithë ta herojtë e gjallë që ta janë historia jonë. Bravo Gazi! Edhe komplet pjesëmarrësit këtu çfarë janë? Ata që janë shqiptarë sot e kanë ndjerë, kanë zemrën plot, kanë ardhur këtu. Bravo! 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 I pranishëm në ceremoninë inauguruese ishte po ashtu edhe historiani Marin Mema. Realisht ndihem mirë që jam këtu për të dëshmuar gjithë bashkë heroizmin e njeriu të madh. Por jo vetëm kaq. Edhe faktin se sa të fortë mund të bëhemi kur bashkohemi. Se sa të fortë mund të bëhemi kur të gjithë jemi një. Shikoni, unë e di që gjatë historisë nene janë munduar gjithmonë ta përçajnë, na fusin shkopin në rrota, të krijojnë identitete paralele. Por ne nuk mund të bëjmë një histori të ndryshme nga njëri tjetri, sepse ne nuk kemi një histori të ndryshme nga njëri tjetri. Që në kohët më të lashta, ne kemi një histori. Që në kohën e Gjergj Kasiotit ne kemi një histori. Që në lidhjet Prizrenit ne kemi një histori. Që tek Isa Boletini e Ismail Qemali ne kemi një histori. Në çdo gjurmë ne kemi të njëjtën histori. Në çdo pikë gjaku e çdo pikë lot nëne ne kemi një histori dhe pikërisht ato pika gjaku të çdo nëne shqiptare, ato pika loti të çdo nëne shqiptare duhet janë forca që të bashkojnë shqiptarët për të ecur përpara. Mbi gjak, mbi lot, mbi rezistencë, mbi forcë dhe mbi një identitet shqiptar, ne duhet ngrem të ardhmen. Nuk mundet të lejojmë askënd që të thot sot e kurdoherë. Jo nuk jeni shqiptar, po ne jemi shqiptar. Unë nuk mund të them se një shqiptar i Kosovës nuk është gjaku im. Një shqiptar i Maqedonisë nuk është gjaku im. Një shqiptar i Malici, Lukinës, Çamrisë e çdo cope, Sanxhakut, të trojve shqiptare nuk mund ta them sepse jemi një gjak, jemi një histori, një komb, një traditë dhe është sot koha që ta bëjmë vetë historinë e kombit ton. E ripërsëris me lot, e me gjak, e me sakrificat e çdo nëne shqiptare. Me rezistencën e çdo dëshmori shqiptar, ne duhet ndërtojmë të ardhmen për të qenë tashmë gjithmonë më të fortë si shqiptar në trojet tona. Ndërkohë Haki Gurguri është pjesëtari një prej familjeve më të vjetra kosovare. Zoti Gurguri, ju jeni një ndër familjet e përpara të vendosura në Trevën e Muzëq. Rreth cilave vite? Jo, vitet kanë qenë qysh 1907 deri në 39 mos them që kanë ardhur që ndaj nga Kosova. Realiteti kosovarët gjithmonë nuk kanë gjetur rahatin në Kosovë. Pse s'kan gjetur rahati? Kosovarët nuk kanë pranuar që t'i shkeli dikush me këmbë. Kanë qenë tërkohën patriot, kanë qenë tërkohën që nuk kanë desht me humbët ndjenjën kombëtare, kanë qenë njerëz të sakrificës për të ruajtur vlerat e vet, për të ruajtur traditat e vet, më së miri e tregoi edhe koha. Në 100 e ca vjet reprezalje, dhunime, gjëra dhe ata ruajtën kulturën, nuk arritën që të bënin krushime me shkallën me serbin. I kanë ruajtur gjithmonë traditat siç i kemi pasur në Shqipëri, jemi munduar të mirujt, se këtu ka qenë një komunitet kosovar, edhe gjithmonë kemi qenë, gjithmonë kemi pas atë ndjenjën e patriotizmit. Familjet tona
gjithmonë na mësonin dhe na kultivonin për patriotizmin. Prandaj unë di me thonë këta që këto gjëra jemi mundu t'i ruajmë, gjuhën se kemi humbë, kulturën pak a shumë se kemi humbë. Këtu realiteti nuk kanë gjetë dhe këtu në ngërësi të madhe, se këtu i përsekutuan thjesht nga kapitali që kishin, që me thani futën burgje, i burgosin që shtek se ishte ideja, paktën të kohë e një odhun që po t'ishe kosovartë, lafi i parë thoshin do jesh ju të bes. Ishte një gjë poshtruese për ne. Unë mbaj mend që shkollën 8 vjeçare këtu për shembull, edhe profesorat e kishin një ndjenjë urrejti, se më mirë me thonë na qunin është turp për mua të shash vendin tëm, po realiteti do fol realitet. Na qunin si fëmijët serba, qysh me thonë. Megjithatë, me kthimin e demokracisë çdo gjë shkoi për smari. Pse? Se nuk ishte më ndjenjë racizmi. Ideja tani e këtij busti, rradha parë ne gjetëm një mbështetje të bashkëtarët tanë, siç fola pak edhe në intervistën e parë, me një Alban e Ben u bë busti i Gjergj Kastriotit Skënderbeut, Alban thashun, këtu duhet edhe heroi kombëtar Adem Jashari. Burri, qysh me thonë, që vuri themelet e Dardanisë në trojet shqiptare. Ndihem keq nganjëherë, ndihem keq për këto dy traje që i ka Kosova në të dy me pagesë, është diçka që nuk ndihem mirë. Zonja gazetar, unë ditë them një diçka. Realiteti populli i Kosovës që vjen këtu, po them, te plazhet tona, te bukuritë tona prallore, mos mendoj që s'ka diku tjetër. Janë patriot, vinë më tepër për patriotizëm. Prandaj neve duhet të dimë, të mbështesim dhe të respektojmë. Historia e bustit Adem Jasharit lindi vetëm nga këtu ka pas në kohët e luftës ka pas shumë nxënës kosovarë. 4 prej tyre i kanë pas edhe unë. Bile kanë folë me një djalë daje, Arber Buçaj, rrin në Itali, me ca shok të vet, kanë kontribuar për bustin e Adem Jasharit. Nuk e përmend aty se dikush edhe vetë ma tha mos ma përmend atë. Prej 500 eurosh, bashkë me shok të vet. Kjo është një krenari për neve, kjo na lumturon. Pse? Ka njerëz me gjak shqiptari. Përshëndes gjithë bashkëtarët e Hamilit. Njerëz me vlera, njerëz patriot. Pa që na kështu patriot nuk mund të arrish gjithçka. Ne morëm iniciativën, unë si thash me Alban e Ben, na u bashkangjitën rrugës shumë çuna, shumë pavarësisht vlerës. Nuk ka ashtu, por kur ta jep njëri një 5 lekëshe me zemër të bardhë, me qerë të pastër, ndihet shumë i lumtur, shumë i privilegjuar. Kjo pra ka ndikuar te ne, e realizum këtë bust, ky bust nuk e kishte vendin këtu realiteti, po duke mos besuar, siç e thash aty më përpara që Seka, e mor iniciativën nga zgega, po me drejt Zotit e kisha merakun, se shon ta vën në Fier, nuk e di se çfarë do vë. Realiteti ta kisha ditë që del kaq bukur, këtu e meriton, se këtu e njerëz patriot. Ja njerëz patriot, ja njerëz që duan vatanin. Është një shkollë që këtu kanë dalë edhe njerëz kanë dalë edhe kirurg, kanë dalë edhe doktor, profesor, kanë dalë edhe ekonomista në këtë shkollë. Prandaj që kjo shkollë mendoj me bustin e heroit kombëtar do ketë arritje më të mëdha. Pse? Kjo do t'i japi krenari. Unë kam kërkuar disa herë, qoftë në shkollë të Hamilit, qoftë në bashki, me 100 herë kam ngritë zërin që të shkojnë ato buzat tanë në Kosovë, siç vinë ata këtu për patriotizëm, kjo po nuk ndodh. Edhe më keq është kjo. Shkollat e Prizrenit, Prishtinës kanë shumë emra me emra shqiptar. Ku të shkosh atje i shikon herojt ton kombëtar. Ndije keqardhën, shkollat tona unë ka rasti të shkoj në disa shkolla, nuk e shoh fotografi të Adem Jasharit. Ndihem shumë keq. Kjo diçka më ndëshkon. A e pesë çka krenarie në dhën ushtarët e UÇK-s, herojt ton kombëtar. 2 fjalë për heroin kombëtar Adem Jashari. Ky është një figurë që nuk di ç'është më thënë që vlera, dinjiteti i tij është vend tërkohën vend, nëse Adem Jashari dha familjen komplet, ai sot është në mbar trojet shqiptare, ku ka shqiptar, është në zemrën e gjithë shqiptarëve për aktin heroik që bën. Figura Adem Jasharit nxiti popullin shqiptar që u bashkangjit luftës çlirimtare të Kosovës. E kam pas një, siç thashë më përpara, një djalë daje. Me fjalë djalë daje, dajen ka qenë mësues arsimtar, ka qenë ushtari i UÇK-s, nën komandant, dikur komandanti i TMK-s, vajta në muajt e parë që u shiriu Kosovë, kam shkuar që kam parë varret e posaçahapura, me fjalë që të freskët, jam ndi shumë keq. Në rast se nuk i prek dot vetë ato gjëra, nuk arrin ta kuptosh çfarë është çështja kombëtare. Nga ajo them që i bëj thirrje, kush më dëgjon intervistë, jo për shkollën Trifon Prifti, po mbar shkollat në Fier, në tërë Shqipërinë, duhet i bashkangjitemi të shkojnë të vizitojmë heroin ton kombëtar Adem Jashari, figura më e ndritur në gjithë trojet shqiptare. Mirënjohja është detyrimi ynë më i madh ndaj veprës së njeriut që e ktheu Pergazin dhe Drenisën në krujen e dytë të shqiptarëve. Ishte ky mesazh i fuqishëm që shoqëroi ceremoninë e inaugurimit. 2012 mos gabofsha,
kur unë si surat këtu eca në këmbë 10 dhe Aki Gurgurin që ta merë në vjetë. Sot, më falë, të dashur... Tharasmi dhe zotri Bujar Kabashin që ja ku e kemi edhe Bujarin. Edhe pse nuk na ka ta... Kam telefonin usja. Bravo! Bravo!